Për gjithmonë knatësi t'ju kemi në Kosova Today. Shëndetje. Në fakt, do doja tani si jam me lajmin e fundit për të pretendim të kryetarit të VV-s në komunën e Skënderajt, Hysni Mehani, se është goditur apo është sulmuar në një kafeteri në qendër qytetit nga Sami Lushtaku. Mehani thuhet të ketë kërkuar ndihmë mjekësore. Elena? Po e pash këtë lajm, thot të dashur miq, janë sulmuar nga Sami Lushtaku dhe banda e tij. Telefonin personal ma kanë marrë, lus policin, po kjo po duket tash po e merr një dimenzion tjetër, po bëjnë dramë, se si zakonisht fajtori kujdestar është gjithmonë Sami Lushtaku. Po ti jeton në një shtet ligjor, ti shkon e denoncon, nëse ka ndodhur polici, çka po bën drama këtu, marruin familjen. Ai nuk është njeri vrasës që shkon me myt familje. Po këta që si spina LVV-ja, edhe me i pa postimet e këtij të ndërua, këtij Hysni, është i obsesionuar me Sami Lushtakun. Pse shkruan një njeri aq shumë për Sami Lushtakun, është e pabesueshme kjo se çfarë bëjnë. Dhe normal këto persekutime, këto linçime që janë të organizuara, mirë të strukturuara ndaj Sami Lushtakut, mu më befason që ky njeri pas ka pas shumë durim. Pra, ju thoni zonja Uka që mendoni se mund të jetë një deklarim i rrem dhe një inskenim? Çështja të cilën e kanë ngritur zotriu? Po telefonin personal ma kanë marrë. Ka diçka këtu që më shifet, ka bë këtë diçka që më kanë sulmuar, kësë po vetë më kanë rrahur, e kanë sulmuar. Nuk është mirë që e kanë sulmuar, mos të më keq kuptojnë dikush, po ka diçka këtu mrapa më shumë, sepse me marrë telefonin. Jakupi, në fakt nga akter të vetëvendosjes, bukur shpesh është krye fjalë Sami Lushtaku. Më herët këtu në studio është ngritur një bazë teza apo një teori se ky është qëllimi që ai pra të sulmohet në vazhdimsi. Si e komenton ti? Jo, unë nuk besoj, sepse tani po shohim vërtet një fushat të egër, të duhet të kemi kujdes me gjuhën, pra të gjithë duhet të kenë kujdes, mirë po shohim, siç po thoni edhe ju, po tematizohet për shembull sot problemi i Trepçës, pastaj këto jo muslimanë, zoti Sami Lushtaku, pastaj tjetër jo Albin Kurti sulmon mediat, e shtiu gazetarin dhe gjitha tema tjera po i servohen publikut që vërtet shumë pak fshihet pas këtyre, pastaj po nxirren tema, jo Fatmir Lima me vëllezërit Thaçi po takohet. Këto janë tregojnë një mentalitet të përgjithshëm mesjetar që vërtet vetëm na bën që të turprohemi para botës, sepse duhet të koncentrohemi në zgjedhjet e lira që ti frenojmë këto zërat, këto emocionet, dhe jo mos t'i frymë. Kush i frymë, t'je lutem, unë jam ekspert për këto çështje të diskursit publik gjuhës, këto janë në shërbim jashtë Kosovës, janë në shërbim të armiqve të Kosovës, që dojnë të eskalojnë situatën, si që një paraqitja ime e fundit që eskaloj me një fjali që s'ishte qëllim, edhe këtu ka qëllim, por unë ju them të ju lutem, mos i skandalizoni gjërat, sepse nuk ka nevojë Kosova, që jo ky po shkon te ky, paramendoje për shembull me një shtet normal që të intervenohet, kryetari është kryetar, s'ka nevojë mu përzi as vllazërit, po as kryetari i komunës për shembull nuk ka nevojë. Ndoshta se shiko ky po i jepet opinionit, një diçka po i servohet që njerëzit normal, qytetarët janë të përballur me çështjet tyre private dhe nuk mund që ta vërtetojnë një gjë të tillë, ndërsa mediat këtu po shoh që vërtet janë duke nxitur trazira, janë duke nxitur konflikte mes qytetarëve dhe kjo nuk duhet të lejohet, duhet kemi të gjithë kujdes. Por zotri Zejnullah, vetëm një çështje. Po ama nuk ishin mediat, storja e gazetarit të tjetër sen, të ndalemi dhe të flasim për Sami Lushtakun. Nuk ishin mediat ato të cilat e kanë raportuar rastin. Janë mediat të cilat e kanë shpërndar rastin e të cilin e ka raportuar vetë në profilin e tij personal. Zotriu në fjalë, pra kryetari vetëvendosat. Kjo politikanët që po thënë që nuk e kanë akoma
vetdijen si që duhet ta kenë, merë një shemë dhe Vjosa Osmanin, që ju e dini vazhdimisht kam përkrahur, mirë po në momentin kur, unë besoja që ishte një rrugoviste, që kishte një mentalitet se të Ibrahim Rrugovës, që nuk mund të nxjerrësh nga vetja me çfarë do dialogu, me çfarë do provokimi, ndërsa ajo tani del para publikut dhe i shfaqet. Por jo, një moment, ju përpara se Vjosa Osmanit bashkëpunonte me Albin Kurtin, e njëjta ishte rrequr zvarr në një prej samiteve apo kongreseve dhe mbledhjeve të LDK-s. Ju e keni parë se i humbet durimi Vjosa Osmanit, pse e morët, se po të ndryshoni mendim tani kur s'është më në vetëvendosje. Jo, por shiko, për shembull, është problemi që ajo gaboj, sepse Albin Kurti absolutisht po sillet në mënyrë normale, nuk po sulmon, nuk pi nxjerr ato sekretet shtetërore që nuk duhet të ndodhen në asnjë moment, dhe kjo është ajo dobësia që nuk e krahason, nuk e bën të krahasueshëm me rrugoviste e vërtet siç besonim, edhe pse nuk e përjashtoj mundësinë që nëse del partia e dytë LDK, që i dëshiroj të del, që të bëjë koalicion me vetëvendosje, nuk kam problem, sepse këtë edhe zoti Konjusa nuk e përjashtoi një gjë të tillë, por po them që i natet nuk duhet të përfaqen, ose si përfaqen, si me thonë të shfaqen në opinion publik, sepse kjo e dëmton atë direkt. Kjo e dëmton tani edhe Sami Lushtaku në çdo edhe media që përpiqet nga një skandal jo më shtyu Albin Kurti, ai vraponte në ara sikur të ishte një vagabond, ajo nuk ka të bëjë me media, këtu është një mungesë e mediave, sjelljeve, se nuk guxon as në Gjermani ta pengoj fushatën e kryeministrit ose presidentit, do të kemi kujdes, mirë po i kemi mediat, gazetarë të pashkolluar, edhe me propagandë, jo po me do agenda të ndryshme që populli normal nuk mund t'i shet çka fshihet mas këtyre skenave. Mirë, Jakupi. Elena, a ka një dorë të zgjatur në këtë që po shohim? Mendoj se ka tension dhe në polarizim është shoqënia kosovare një kohë gjatë. Thuja se ajo tani është thelluar edhe me tepër prej 2020-s. Dhe janë duke, unë e kom folë, me keni dëgju, janë duke u testuar limitet e durimit të njerëzve, sepse janë duke u përmbysur vlerat. Njerëz dolin hapur dhe e shojnë Rifat Jasharin, dolin hapur e shojnë Ramus Haradinaj, hapur dolin, publikisht, me emër dhe mbi emër, dhe ne po thejemi që kjo është normaliteti. Kjo është e pa besueshme se ku kemi mrinë ne, dhe unë prap po e ritheksoj. Këta i kishin qenë tepër të durueshëm, e kishin një psikologji bukur të fort, si prej guri, sepse deri në këtë limit me të shty njerëzit që kanë luftu për këtë vend, njerëzit që më meritore që është ushtria shërimtare e Kosovës, dhe me dal, dhe edhe në rrugë kanë fy. Nuk din më njeri që ka me thonë për me spjegu, dhe kjo krejt është e nxitun, vetëm prej një njeri, Albin Kurti. Shiko, zonja, falë se harrova mbemën. Uka, po, për shembull, duhet në kemi kujdes sepse edhe darsmat, pavarësisht se unë shumë gëzohem që ka, do më thonë, djali dëshmorit, me po duhet kemi kujdes, më duket se pak ishte keq përdorur